Qeveria do të hedhë brenda verës për konsultim publik ligjin e ri për investimet strategjike i përshtatur me rregullat dhe standardet e Bashkimit Evropian me synim miratimin brenda vitit. Dhe jemi duke punuar me qëllim që të bëjmë një analizë për të gjithë vendet e Bashkimit Evropian dhe incentivat që vendet e Bashkimit Evropian kanë. Ministri e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj në një konferencë për mediat u pyet edhe për projektin e Zvërnecit që ka ngjallur debat e protest, duke theksuar se ende nuk ka një projekt përfundimtar. Është duke u punuar nga arkitekt, nga ekspert mjedisor, nga arkitekt të peizazhit, me qëllim që të dorëzohet një projekt i cili do të përmbush pa diskutim standardet e Bashkimit Evropian për sa i përket mjedisit. Ndërsa për Sazanin vjon diskutimi për përqindjen që do të ketë shteti shqiptar. Jemi duke negociuar me kompaninë për sa i përket përqindjes që shteti do të ketë. Duke theksuar treguesit e situatës ekonomike që konsiderohen të qëndrueshëm me rritje 3.71% dhe inflacion nën kontroll, Ibrahimaj paralajmëroi se nëse çmimet do të rriten, qeveria do të ndërhyjë sërish në mbështetje të pensionistëve. Momenti ku ne do të vlerësojmë apo treguesit ekonomik do na tregojnë që ka një rritje të çmimeve tej asaj që mund të përballojnë pensionistët apo shtresat në nevojë, ne do të jemi aty për të marrë masat e duhura dhe për të mbështetur. Në shtator ndërkohë pritet të jetë gati edhe reforma e pensioneve. Të ditur të gjithë komponentët të cilët ne do të ndërhyjmë me qëllim garantimin e qëndrueshmërisë së skemës së pensioneve në të ardhmen. Nga një korrik ndërkohë do të hyjë në fuqi vendimi i qeverisë për indeksimin e pensioneve, nga i cili përfitojnë rreth 900.000 qytetarë sipas të dhënave zyrtare.